Pas më shumë se 8 orësh përpjekje intensive të policisë dhe shërbimeve të tjera në një terren të thepisur dhe me rrezik për jetën, 4 turistë polak u shpëtuan në kanionin e Gjipes. Gjatë eksplorimit të kanioneve, ata e kishin rënë në një gremin dhe si pasojë, njëri prej tyre ishte dëmtuar. Për shkak të terrenit të vështirë, në këtë operacion kërkim shpëtimi, në ndihmë të shërbimeve të policisë vendore, u angazhuan shërbimet e Delta Forcës, helikopteri i forcave të armatosura, alpinist të zonave të mbrojtura, zjarfikës dhe ekip mjekësor. Helikopteri i forcave të armatosura nuk mundi të futej në vendin ku ndodheshin turistët dhe operacioni vijoi nga shërbimet e policisë, zjarfikësit dhe alpinistët. Pas shumë përpjekjeve, turistët u evakuuan 2 nga 2 dhe rreth mesnatës përfundoi me sukses operacioni. Turisti i dëmtuar mori menjëherë ndihmën e nevojshme dhe është jashtë rrezikut për jetën, ndërkaq 3 turistët e tjerë u evakuuan në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërkohë edhe policia e Maliqit në bashkëpunim me forcat zjarfikse ka bërë të mundur gjatë mesnatës gjetjen dhe shpëtimin e 41 vjeçarit Drilon Agolli, i cili kishte rënë nga një shkëmb në zonën malore të Gopeshit, në njësinë administrative Moglic. Sipas burimeve, Agolli kishte pësuar dëmtime të rënda në trup si pasojë e rrëzimit. Për shkak të terrenit të vështirë, transportimi i tij u krye fillimisht me barel nga efektivët e policisë dhe zjarfiksit, ndërsa më pas u dërgua me ambulancë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku po merr mjekim të specializuar.